Përshëndetje Arbi dhe Drini. Sot doja t'ju tregoja për një libër që kemi lexuar unë dhe Babilini kur kemi qenë të vegjël, Urmeli që mbiu nga akujt. Nuk e di pse na ka pëlqyer kaq shumë ky libër kur kemi qenë fëmijë, mbase për historinë që tregonte për një vezë dinozauri, e cila ishte ruajtur për miliona e miliona vjet në akull Naja, dhe papritur një ditë një profesor e gjen dhe prej saj çeli një dinozaur. Për më tepër, ky libër tregon se si ky profesori i mësoi kafshëve të tij gjuhën e njerëzve. Tani, kur ishim të vegjël, na pëlqente shumë. Mbas shumë kohësh, duke qenë se nuk e kemi pas këtë libër, po e merrnim te biblioteka, dhe biblioteka e vjetër ka qenë pikërisht vendi ku un kam farmacinë sot, për fat. Dhe më në fund, në një nga ato faqet me libra, e gjeta të libër. Nuk është libri identik që ne kemi lexuar kur kemi qenë fëmijë, por gjithsesi unë me zor pres që t'ju tregoj juve. Shpresoj që t'ju pëlqej shumë. Fillojmë me pjesën e parë. Miliona e miliona vjet më parë. Kjo ka ndodhur miliona e miliona vjet më parë. Tamam kështu. Nëna Urmel vendosi në rër në breg të detit një vezë, ashtu siç kishte bërë deri ato ditë nga hera me vezët e saj. Por tamam atë çast ja beu Debora. Kjo s'kish bërë vaki ndonjëherë. Nëna Urmel kroi ballin gjithë merak, u aqepi sy të reve të hirta dhe pshërëtiu. Me sa duket, baba Urmeli i kohës kërkon të na bëjë ndonjë shaka pa krip. Sa keq për këtë goxha vezë. Si tha kështu, u tërhoq në guvë, mblodhi bishtin në vete dhe nuhati ajrin me ato turirin e saj për hipopotami. S'domon që s'kishte turi vërtet hipopotami, por në fund të fundit, Urmel që por i ngjante hipopotamit. Sa për vezën, atë e mbuloi Debora, dhe kjo s'ishte fort e këndshme, se vezët e Urmelit, si gjithë të tjerat, mund të çelin vetëm në të ngrohtë, ndërsa temperatura sa vinte e ulej, që këtë jetutje i ftohti do të qej i tmerrshëm. E po e të proj fare, e mbëlbëzoi mama Urmel. Jo po kësaj si thonë më shaka. Qenë fjalët e fundit që nxorri nga goja, sepse epoka e akullnajave sa po kishte filluar, dhe siç e dim, kjo epokë zgjati shumë kohë. Lart e poshtë globit ton, ku janë polet, s'ka mbaruar as sot e kësaj dita. Çdo bike po të dish gjuhën e njerëzve. Që nga ajo kohë që po flasim, kanë kaluar miliona vjet. Një mëngjes të bukur pranvere, pinguini po tërhiqte këmbët drejt shkollës, kur i doli përpara zhapiku që shkonte po asaj rruge. Të doli gjumi mole, e pyeti pinguini. Sa do të mundoj, ai nuk i shkoqiste dot mirë fjalët, dhe rëm e bënte gjithnjë lë. Kjo gjë ndodhte gjithë kafshëve dhe secili kishte vështirësitë e veta në të folur. Kështu për shembull vava, zhapiku, shën e sën i bënte th, dhe dukej sikur në gojë kishte gjithmonë harapash. Harapash është tip helikopteri. Po të përngulem, ju përgjigj vava, dhe kur të përngulem, këfthu e kam gjumin. Hol përpjet pinguini. Lëvize mole shpi të le, çfarë shpije, a mund të di? Një guafkë gjigande, e lëshoi fjalën vava si të qej gjëja më e zakonshme. E pethkova fare rreth të thjesht në plazh. Këti i them zbulimon, dhe pinguini gjithë qef i lëmoj plonzësit me krahën cung. Po ngërth për ta palë. Ti bëjmë natën të kollës, e pyeti vava me mëdyshje. Por mëdyshja nuk vazhdoi gjatë, vuri majat nga thembra dhe të dy krah për krah zbritën ta të pjetën. T'ia mbathje nga shkolla nuk qe fort e vështirë, sepse në shkollën e profesor Tibatongut, ku mësohej të folur i kafshëve, vajtja në mësim që sipas qefit. Madje vetë profesori i niste nxënësit në shtëpi kur kishte për të bërë ndonjë punë që spriste. Ishulli i Tigru, ku po ndodhte gjithë kjo histori, ndodhet në qendër të botës.
Aty rriten e harlisen pemët, bimët, fjerët dhe kaktuset më të bukura. Ishulli i Tigru ndodhet më poshtë ekuatorit dhe aty dielli djeg si saç. Ky është një nga ato ishujt e fundit ku kafshët mund të rrojnë ende në paqe, vend ku takojnë gjithë çfarë shtazësh, pavarësisht në UB apo jo klima. Guaska gjigante që kishte gjetur Vava, ndoshta që më e madhja në botë, dukej tamam si ndonjë supjer gjigante me kapak dhe shkëmbijtë e hirt e mbronin për bukuri nga dallgët që vinin aty mbi zall. S'di si të ta them sa e rehath me qafë, tha Vava i krekosur. S'kam pathur kur thpi më derë. Pastaj është e bukur apo jo? Me këmbëzat e prapme, ngriti kapakun e sipër të guaskës dhe pinguini rrëshqiti brenda. Vava i vajti pas dhe lëshoi kapakun. Drita e diellit depërtonte nga kubeja e fildisht e guaskës dhe aty qesi në përrall. Vava fshërëtiu i kënaqur. Këtu mund ta rrotulloj mendjen pa patur frikë dhe ma çan njëri kaptinën. Dielli lind dhe pastaj shkon të flej duke kaluar përmbi mua, edhe hëna del dhe fiket duke thkuar përmbi kokën time. Pinguini e pa gjithë kërshëri mikun. Ku ma gjen këtë qef ble, e komentoi. Po ti për çfarë e lotullon mendjen? Po për thembull, mendoj se çdo të them njerëzve, sa po të ke më thuar të flas mirë. Po, vërtet, kërceu pinguini, sepse ajo puna e të folurit i pëlqente shumë edhe atij. Po çdo që unë natën lavë e tek mendoj, sepse elefanti më bezdis, ta men mendja, po ty të bezdis. Tani që e mbyth shtëpizën time, ja kam gjetur ilaçin elefantit. Edhe unë dua një shtëpizë vetëm për vete, thirri pinguini. Shkojmë të gjejmë një gocë dhe për mua, si thua. Vava ngriti kapakun dhe të dy dolën jashtë. Por sa po holli syt nga deti, pinguini bërtiti duke vërshëllyer. Shiko atje, një iceberg. Vava, që s'kishte parë kur iceberg, ju qep një shkëmbi për të parë më mirë. Aty sipër i erdhi në vesh kënga buxhitse e elefantit që dilte mbi zhurmën e valëve. Jo, s'jo mas pak i gëzuar, se qom i trishtuar, oj, ka frikë se do vajtoj. Si për herë, elefanti ndodhej aty poshtë i vetmuar përmbi shkëmbin prej korali dhe ligjëronte këngën e tij të trishtuar, por që aq larg sa që dukej si një pikës në horizont. Mirë po as pinguini dhe as Vava se kishin mendjen tek ai në atë çast, drejt ishullit të Tigru po afroi diçka që vezullonte si një korali stërmall, që sa vinte e zmadhoi, aq sa edhe për pak e do t'i dalloheshin të krisurat dhe të çarat në sipërfaqe. Pinguini u krop më det, me not i erdhi rreth e përçarka icebergut dhe thirri. Është të paktën ja 3 hel më i madh në ujë se sa mbi ujë. Pastaj u zhduk dhe me siguri pa gjetur në një thep ku të mbaj e të qepej, se vetë se kur ja beu në majt të icebergu duke u krekosur si ai alpinisti që ka pushtuar një majt të pashkelur deri atëherë. Do të bëhet daulle nga të ftohtët, i bërtiti Vava gjithë merak. S'na thonke, ty as që ta plet kungulli se si janë pinguinat. Ku e di ti që ne akullin e kemi si shtëpinë tonë, vetëm se ky po sklika shpejt. Dhe vërtet në sipërfaqen e akullnajës po rrinin ca rëke që ngjanin si curkaja lotësh. Pinguini theu një copë pozakulli, pastaj duke u hedhur përpjet, ja pati me të qertë. Se ç'është një gjë këtu, një gjë e nglil, ngjan si një gocë gjikande, as si një top, as si krau. Icebergu u përplas pas bregut dhe pinguini u ngul pinc me kokë në ujë. Doli në breg, shkundi pupla dhe thirri, tundu, shkojmë të këllacim pit plofecolin. Vlap!